Tani kryetar, ose ju bëni sikur s'merrni vesh, ose pasaj nuk hani pyk. Ne këto projekt ligje, këto propozime, ne kemi më shumë se një muaj që ua kemi sjell. Kurse zotëria në fjalë, vjen këtu, i teket mbrëm, edhe vjen, ju e ndryshonin sekond rendin e ditës. Kur bëhet fjalë për interesat e qytetarëve, nxirrni 100 makinacione, vetëm për mos folur për ato çështje. Kur bëhet fjalë për të kaluar para tek qytetarët, kur bëhet fjalë që për raste tërmeti, që për raste përmbytjesh të kalojnë për para për qytetarët, ju nuk merreni me ta, ju nuk shpallni gjendjen e jashtëzakonshme. Kur vjen Kenya West, kaloni me akt normativ 4.2 milion euro dhe vini pastaj dhe shiteni si të majt se do i marrim paratë të pasurve dhe do t'ja japim të varfërve dhe ja merrni 4.2 milion euro popullit më të varfër të Europës për t'ja dhënë një miliarderi që do këndonte 40 minuta që të rishni ju vëmendjen nga një protest që u ka dhënë përpara. Nuk të riqet vëmendja, nuk zgjidhet problemi me protestën duke vënë ju muzik, as me Kenya West, as me Ylli Limanin dhe me as një këngëtar tjetër. Ajo zgjidhet vetëm me dorëheqjen e Edi Ramës dhe me hira me pahir do ta japi dhe ai edhe ti pas ti me qenë se ke vendosur të trish si zari ati. Faleminderit.